është interesant puna e kazas të agjerimit, se jenë meselet ose çështjet janë shumë të ndërlidhta njëra me tjetrën. E kanë shumë ndërlidhjen e mirë. Edhe te kjo është po e njëjta. Nëse është me justifikim, ka arsye, nuk ka kurfar problemi nëse e ka prish atë kazan, cilën po don me agjeru, ose ka marrë ndonjë udhëtim që është i rëndësishëm për të, domethënë i lejohet me prish këtë ditë. Mirë po, dietarët janë në ujdi që mos të prishet me qëllim. Pa ndonjë arsye shumë veçantë. Po, mos të prishet, se përndryshe, nëse prishet, atëherë edhe këta domethënë quhen gjunahçar. Imam Maliku ka thonë, ai person i cili e prish këtë ditën kaza, obligohet me agjeru këtë ditë që ka prish edhe me kompensu këtë ditën e Ramazanit që i kazan. Domethënë dy. Dhahirit kanë thonë, ky duhet me agjeru po se po. Mirë po për shkak që është ditë e Ramazanit, duhet edhe kefaret. Domethënë bëjë strikt. Duhet edhe kefaret. Shkak se peshja e kësaj dite është shumë e madhe. Shumë e madhe. Se domethënë ty të ka ikë një ditë e Ramazanit, nuk ka ikë ty një ditë vajxhib ose një ditë që është sunet. Po të ka ikë një ditë që është farz, obligim, e që kjo është ditë e Ramazanit. Po dietarët kanë domethënë në ujdi. Përderisa nuk është Ramazan, se vetë shejtëria e Ramazanit e ka të peshën, që ti nuk je tash brenda asaj shejtërie. Po, këtu është domethënë, pra duhet që të kompensohet kjo ditë, nëse është prish me qëllim, duhet kompensohet edhe të kërkohet domethënë të pendohet për gabimin që e ka bërë. Sidomos hoxh ti ki parasysh që sidomos te mëdhëbi Hanefi, edhe nëse fillohet agjerimi nafile që nuk është hiç kaza, nuk është mirë me prish, nuk ban. Bile detyrojnë me bë kaza nafile. Elema me prish kazan e cila është kaza e farzit, e që është shumë më e rëndë.